Ju jeni presidenti i shoqatës? Po, prej gati një viti. Prej gati një viti. Po. Kur është krijuar si shoqata e ish-lojtarëve të Apolonisë dhe çfarë aktiviteti keni kryer? Atëherë do fillojmë një me një përshëndetje për Pandeli Tolen, sepse ai ishte nismëtari i krijimit të shoqatës. Më mbas ai pati disa probleme të veta dhe u tërhoqi nga shoqata dhe ne vendosim që të krijonim një bord të ri dhe një kryetar të ri. Çuna vendosim që të isha unë. Tash me vazhdimin e kohës kemi pasur disa aktivitete. Kemi pasur në Kosovë 3 herë. Kemi pasur në Korçë, që ishim fitues të kupës Teodori Vaso. Ishim në Gjermani që po prapë ishim fitues të turneut Mallën Cup atje në Gjermani. Pra shoqata ka vazhduar. Vepron si ekip i mirëfillt. Apo si ekip ish-lojtarësh, po. Ish-lojtarësh, po i mirëfillt. Do ne mblidhemi javë për javë, bëjmë aktivitete kur kemi ftesa ose kur ne i ftojmë ata ose kur na ftojnë ata neve. Kemi ftesa nga jashtëti, për shembull Gjermania dhe në qershor kemi Majorkën, që marrin pjesë nga tërë Europa dhe ekipi vetëm shqiptar jemi ne. Po si shoqat, a keni ju në statutin tuaj ndonjë qëllim për nxitjen e futbollit dhe për krijimin e një fryme sportive në qytetin apo në rajonin e Fierit? Po, atëherë neve kemi para një kemi pasur një bashkëpunim me Bashkinë e Fierit, ku këtu duhet të falenderojmë Armando Subazhin kryetarin, i cili na ka hapur dyert për hir të vërtetës, kurse për një ligë veteranësh i kemi çuar haber Armando Dukës, shikojmë kur krijojnë ata. Ne jemi duke vazhduar stërvitjen e duke bërë aktivitet. Ata kur ta shikojnë tash, si vetë ta bëjnë. Por për fëmijët, a keni në shoqatën tuaj ndonjë qëllim në për të nxitur futbollin për mosha? Futboll që ne vazhdojmë, të cilin kemi pasur pasion në jetës. Është një frymëzim edhe për moshat tona, që ata që kanë luajtur, edhe për fëmijët, që të shkëputen ajo rutina e ditës dhe të kalojnë te sporti. Ti lën telefonat, iPad-et, do të thonë këto mjetet elektronike dhe ti përkushtohen sportit. Kjo është. Por ne do të thënë atë që kemi nisur për brezin tonë. Si një sportist, shikoni domethënë që ka interes për sportin sot? Në mosha të ndryshme, jo vetëm tek fëmijët, po të rinj dhe tek më të rriturit. Kjo pyetje që ju sa vobet ka shumë domethënie jashtë kufive të Shqipërisë. Në Shqipëri mua më duket se janë çik të abandonuar disa herë. Po shikosh Fierin për shembull, qarku më i madh i dytë në Shqipëri, ka vetëm 3 fusha. Se kjo është private, i cili duhet edhe këtë duhet ta falenderojmë se na ka hapur dyert. 3 fusha ka vetëm, nuk ka asnjë fushë tjetër. Në 35 vite demokraci, ato 3 fusha kanë vjedhur. Vetëm se janë restauruar. Domethënë nuk ka investime për futbollin. Si presidenti i shoqatës, një mesazh për të gjithë teleshikuesit tanë dhe për të gjithë sportdashët e Firat. Atëherë sportdashët e Firat duhet të kërkojnë më shumë nga ekipi Apolonisë. Se po kërkojnë ata, duhet të jenë nxitje edhe për ata që drejtojnë ekipin e Apolonisë. Unë nuk shikoj në një investim realisht tek ekipi Apolonisë për të ngjitur në Super League dhe për të vazhduar rrugtimin e saj siç e ka pasur hije atyre ish futbollistëve që ne kemi mbushur stadiumet në atë kohë. Duket se Apolonia ka ngecur apo jo? Apolonia nuk ka ngecur. Apolonia ka ndaluar për mua, ka ndaluar. Po të shikojmë futbollin që ne jemi 70 milë larg Italisë, ka diferencë shumë e madhe. Shumë e madhe. Pse duhet të jetë kaq e madhe në 35 vite? Pse duhet ta mbaj dikush sportin ku nuk i jep sportin? Kështu që unë mendoj që duhet të ka një gërsh edhe nga drejtuesit, edhe ata që e mbajnë, po edhe sportistët dhe sportdashët nuk afrohen por nuk pati ekip. Po dhe në 100 vjetori Apolonisë, dhe përsëri asnjë aktivitet nga Apolonia zyrtare apo nga bashkia? Ne duam ta bëjmë 100 vjetorin, ne si shoqat, pjesën tonë. Nuk po them aktivitetin e madh. Aktiviteti pjesa juaj si shoqat, dakord se jeni brenda kohës, por 3 ditë ka ngelur, mbaroi 2025. Nuk besoj se kemi 101 vjetori. Po, ne do ta bëjmë për 100 vjetorat e 101 vjetori. Nuk besoj se do ta bëjmë për 101. Po ta bëjmë për 100. Ju ta bëni për 100 vjetorin. Aktiviteti sot i shoqatës tuaj. Kjo ndeshje dhe mbrëmja në darkë apo jo? Mbrëmja ndak ne do kujtojmë Apolonin për 100 vjetorin. Këtë sot. Pastaj aktiviteti nëse kryetari i bashkisë për atë projekt që kemi ne do na mbështesin. Ne jemi gati, ai e di gjithmonë që ne jemi gati. Ju faleminderit. Faleminderit dhe juve, pjesëmarrë.